Kam shumë pak kopa të shpinës time, kështu hajde t'i japim bashkë një nga një. Të fillojmë me këtë parën. Këto janë disa rroba që i kam marrë tek faqja Grace Moda 2025, doja lë dhe tak të poshtë. Këtu ka shumë gjëra në fakt, ka disa gjëra për mua, për një kostum për bebushin. Tani, rrobat i kam marrë në fakt jo për shtatzani, sepse duke qenë se unë për punë ditë është lind, dhe nuk dua të marr rroba pafund për shtatzani se e di që nuk do t'i vesh më. I kam thënë vajzës që të më sjellë rroba për përditshmëri dhe rroba që t'i vesh për më vonë. Dhe ajo më ka nisur një fustan është i Adidasit, është me katë gjata, pambuk, është me gjatësi normale, as shumë i shkurtër as shumë i gjatë. Ky në fakt më bën dhe tani në shtatzani, po më rrin të pak i ngushtë, kështu që do ta vesh për pas shtatzanisë është perfekt. Për në dimër, në vjesht, është okej. Është edhe ky fustani nga HM-ja. Këtij fustani do t'i bëj është me katë gjata, është me këtë mbyllur, siç më pëlqen mua. Këtij do t'i bëj një ndërhyrje të vogël. Do t'ja pres këto rricat, do t'ja shkurtoj dhe t'ja lë pak më të shkurtra se që ka, si ka shumë të gjata. Është material pambuk, është super. Mua vri shumë mirë e zeza, e ngushta, kështu që është edhe një fustan tjetër, po ky është nga ASOS, në fakt. Ky është shumë i bukur. Ky është realisht shumë i bukur, është masën 38, por që mua fatkeqësisht unë tentova ta provoj, po nuk më bën, por që më mirë në fakt që s'më bën, sepse ka këto detajet shumë bukura. Më mirë ka këto mëngët si pelerin. Më mirë në fakt që s'më bën, sepse nuk dua ta vesh për në shtatzani, se e para njëherë është për me të shkurtra, është për evente dhe e di që nuk do e vesh, kështu që për në verë është super, kur t'i kem hedhë disa kile të shtatzanis, me kismet zotit po i hova. Edhe ndërkohë, për bebushen, është një kostum. Unë në fakt kur flas me faqe, do të them gjithmonë që për bebushen më sill një rroba për nga 9 muaj e sipër, sepse kam goxha në fakt. Edhe të njëjtën gjë ka bërë dhe vajza, ka nisë kam përshtypjen për më shumë se prej ta shoh etiketën ku e kam. Ç'a mosh është? Po është. Kam përshtypjen është për një vjeç e pak. Po shumë mirë sepse nuk më duhen, kam goxha rroba për të paktën për 9 muaj kam goxha rroba, kështu që më duan për 9 e sipër. Është me stiçin, shumë i bukur, nuk është shumë i trash. E vesh domethënë dhe për pranverë dhe për vjesht. Kështu që kjo ishte paguja e parë, edhe do shifemi te paguja e dytë që do të bëj unboxing son.